Investimi më i madh dhe garanca për paqen dhe sigurinë jo vetëm në Ballkanin Perëndimor, por edhe në Evropë është anëtarësimi ynë në Bashkimin Evropian, dhe këtë sot ja thashët sekretarit e përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, theksoi presidentja Gordana Siljanovska-Davkova pas takimit në Vilën Vodno. Ajo deklaroi se anëtarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian është i rëndësishëm për shkak të rezistencës së përhershme ndaj ndikimeve që vijnë nga vendet e treta. Pres që në samitin e NATO-s në Ankara, vëmendje të veçantë i kushtohet situatës së sigurisë në Ballkanin Perëndimor, duke marrë parasysh ngjarjet dhe sfidat aktuale. Bëjmë dije se duhet t'u jepet fund pengesave artificial dhe arsyeve të karakterit historik për pamundësimin e anëtarësimit rajonal në BE. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte vuri në dukje se Maqedonia e Veriut është një aleat i besueshëm i NATO-s dhe kontribon në sigurinë në pjesën lindore të aleancës. Maqedonia e Veriut jep mbi 2% të bruto prodhimit vendor për mbrojtje dhe ky është një përparim i madh dhe vendi ka angazhime për të arritur deri në 5% siç ishte premtuar. Ne duhet të rrisim kontributet ndaj mbrojtjes dhe të pajisim plotësisht kapacitetet e NATO-s. Angazhimi ynë për stabilitetin rajonal është i qartë, nuk do të lejojmë të krijohet një vakum sigurie. NATO synon të mbrojë të gjitha aleatet e saj pa marrë parasysh se nga vijnë sfidat, e di që mund të mbështetemi tek Maqedonia e Veriut që të luajë rolin e saj. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte u takua edhe me kryeministrin Mickoski, kryeparlamentarin Aprim Gashi, si dhe iu drejtua kuvendit të Maqedonisë së Veriut.